Përshëndetje miq të Radio Dugazhinit, kudo që jeni duke na dëgjuar, do të jemi bashkë edhe në këtë episod të emisionit Frontline. Do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, për një çështje e cila na prek të gjithëve, pa përjashtim. Shëndeti ynë mendor. E kemi bërë një lidhje me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, do të fokusohemi tek ndikimi i agjërimit në shëndetin tonë mendor, por natyrisht nuk do t'i lëmë anash as çështje tjera që janë shumë të rëndësishme ti trajtojmë po ashtu. Psikologja Vlera Bokshi është me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Zonja Bokshi, fillimisht si ndikon, ju jeni me siguri me agjërim, Zonja Bokshi është psikologe me mbulesë, për ata që po na ndëgjojnë, po na shohin në kanalin tonë zyrtar në YouTube, si ndikon agjërimi në shëndetin mendor, ose a ka ndonjë ndikim, ndonjë lidhje mes këtyre dyave? Po, agjërimi ka shumë ndikim shëndetin tonë mendor, për shkak se ne jemi të mësuar zakonisht që me ditë agjërimi vetëm abstenim prej ushqimit edhe prej pijes, por realisht ky abstenim prej ushqimit edhe pijes ka shumë ndikim në vetedukimin tonë, në raport me veten. Për shkak se ne në përditshmëri gjithçka që e kërkojmë e marrim. Dëshirojmë me pijuj, e kemi ujin edhe e pijmë. Dëshirojmë me hangër diçka e hajmë edhe në momentin që ne domethënë stopojmë veten për këtyre aktiviteteve, për këtyre nevojave, ne i tregojmë egos tonë një farë forme që ne menaxhojmë atë dhe nuk na menaxhon ajo, nuk na menaxhojnë dëshirat e pavetdijshme neve dhe ne mbajmë veten në kontroll. Edhe kjo domethënë është një mënyrë, nuk është gjithë vitin. Ne gjithë vitin mundemi me funksionu si dojmë ne. Mirë po, një muaj gjatë vitit vjen Ramazani dhe një muaj ne bëjmë këtë vetedukim, e mbajmë në kontroll dhe madje 11 muajt e tjerë në vijim, më thonë, jemi pak a shumë prap në çato val, mirë po fillon ka fundi me na alçu një farë forme, edhe mandej prap rikthehemi. A jemi në çato val se një plot njerëz që mbajnë Ramazan, agjërojnë, edhe në muaj tjerë të vitit për shembull, thonë që nuk kam shans me vendos me mbajt një dietë, nuk muj me qëndru pa kafe, nuk mundem pa cigare, fatkeqësisht nuk mundem pa një ushqim të caktuar. Ndërsa kur vjen muaji Ramazanit, do me thonë diçka e magjishme ndodh te ata dhe nuk kanë asnjë problem. Çush ndodh kjo? Si shpjegohet nga aspekti psikologjik? Njeriu kur don me bëni një veprim tillë i vjen një motiv shumë i madh. Ai motiv është besimi në Zotin. Do të thonë besimi në Zotin është ai që neve na motivon që na më qëndru, tash është dita e shkurtme, por kemi pas edhe verë kur ka qenë ditët e gjata, edhe do të thotë ajo bëhet vetëm për kur njeriu e ka besimin, e ka një motiv shumë të fuqishëm për me vazhdu me bë, për shkak se nëse kemi motive të thjeshta për cilave domethënë nuk i llogarisim si benefite për ne, atëherë normalisht është pak e zbet, qofshin ato e shohim edhe punën e dietave e të tjerë. Mirë po besimi është ai që njeriu e mban e nxit. Realisht edhe unë personalisht kur nuk isha arrit me bë diçka të tillë, domethënë jashtë Ramazanit për arsye X që nuk i di. Mirë po Ramazani ne normalisht që njerëz që besojnë, ne e bëjmë për Zotin, po automatikisht Zoti e ka obligu këtë për të mirën tonë. Do të thonë që ne me qenë njerëz më të mirë. Në Ramazan për shembull është obligative që njeriu me tentu në maksimum mos me kriju konflikte, mos me ofendu njerëz, mos me shajt. Është edhe kjo pjesë e rëndësishme përveç abstenimit nga ushqimi. Për këtë arsye thash ne jemi mësuar që Ramazanin gjithmonë me pa abstenim prej ushqimit edhe pijes. Por realisht Ramazani është abstenim prej gjithçkafit që na dëmton neve si njerëz, po dhe që i dëmton të tjerët. Edhe kur ne distancohemi prej këtyre veprimeve, atëherë bie që ne po vetedukohemi. Edhe mandej ky vetedukim na mban edhe domethënë na mban në muajt në vijim. Zgjat edhe disa kohë. Ne për shembull shumë shpesh na ndodh me dëgju për njerëz që thonë pa ja agjëron edhe bën shumë të këqija. Domethënë është realisht mundet me ndodh. Mirë po po të mos ishte edhe Ramazani ose një muaj, ky muaj vetedukimit për te, domethënë automatikisht do të kishte qenë ndoshta njëri edhe më i papërshtatshëm se kaq. Kështu që Ramazani është ai i cili ndikon, domethënë që ne çto nevoja tona të pavetdijshme, unë gjithmonë e marr shembull strukturën e personalitetit, cilën e ka, domethënë që e kemi prej kohës Freudit, edhe që na shërben hala ende neve. I
di që janë dëshira tona të pavetdijshme. Do të thonë, i kemi disa dëshira që në formë pavetdijshme kemi nevojë me i përmbush. E kemi superegon që është shoqëria ose feja, besimi. Do të thonë, superegoja është ajo që e kontrollon idin. Edhe egoja është ajo që i balancon këto të dyja. Unë kam një dëshirë që bjen kundërshtim me normat fetare ose sociale, edhe egoja jeme kthehet, shkon të superego, edhe i thot që superegoja i fol egos që hey stop, se Zoti nuk e don këtë veprim, ose shoqëria kanë me të gjyku, varësisht me çfarë parime njeriu jeton. Varësisht në çka beson edhe ke pas orientimin. E balancimi i kësaj strukture të personalitetit, domethënë gjatë muajit Ramazanit është forma më e mirë nëse Ramazanin e kuptojmë tamam siç duhet, që është abstenim prej ushqimit, pijes, po njëkohësisht edhe prej veprimeve, domethënë menaxhimit të vetvetes. Përndryshe Vlera, ti vazhdon të jesh për më shumë se 10 vjet psikologe klinike së fundmi, që i bie që ke punë në baza ditore me njerëz të ndryshëm që mund të kenë nevojë për sugjerime, këshilla, trajtime, ku e diun çka. Ku e sheh ose a ndikon punën tënde në baza ditore feja? A lidhen këto dyra, shkenca dhe feja? Po, shkenca, psikologjisë dhe feja lidhen shumë, për shkak se realisht edhe nëse shikojmë aspektin fetar, edukata fetare ose mësimet fetare që jipen kanë shumë ndërlidhje me anën psikologjike, siç është agjerimi në këtë rast, po dhe namazi në anën tjetër. Për shkak se dhe namazi e ka një rol, ne sot, kemi për shembull besime tjera i kanë meditimet ose i kanë jogat, ndërsa e kanë efektin e njëjtë këto dyja. Po realisht mund ta kenë edhe efektin e njëjtë, po, vetëm varet njeriu sa ku beson. Njeriu ka nevojë për një besim. Do të thonë, pavarësisht, unë jam besimtare muslimane, praktikante, mirë po automatikisht mund të ketë njerëz të cilët do të thotë janë të një besimi tjetër. Mirë po ka shumë rëndësi që në momentet tona të vështira të jetës ta kemi një besim Zotin, edhe të themi që ka qenë caktimi i Zotit kjo ngjarje për mua. Edhe kjo e lehtëson automatikisht procesin për te i kalim. Kështu që unë personalisht kom arrit me i ndo, jo me njëherë, normalisht, për shkak se secila punë kërkon kohë, kërkon angazhim, edhe mandej me kalimin e kohës, me trajtimin edhe të vetes, kom arrit që me kuptu që rastet kur vinë për vete, dhe nuk jam tema une aty në seancë. Mirë po është personi. A do të ketë ndonjë reagim, ndonjë, le ta quajmë dyshim, ndonjë diskutim, pse psikologe me mbulesë ose ndonjë paragjykim në këtë kuptim? Po, e vrej që ka raste kur për shembull njerëzit i friksohen gjykimit që unë mund ta kem. Gjatë seancës për shembull munden me ngrit pikpyetje që ndoshta ti nuk e sheh, e ka një frikë që ndoshta unë mundem me i gjyku në aspekt fetar. Mirë po gjithmonë tentoj këtë pjesë me relaksu, në kuptimin që veshja ime tregon për bindjet e mia. Mirë po gjatë kohës sa jam në seancë, bindjet e mia bien poshtë. Do të thonë për shkak se zhvesheni prej bindjeve tuaja fetare. Për shkak se nuk jam tema unë aty. Është personi përballë meje. Nëse ka raste kur për shembull vjen personi me disa tema që bin kundërshtim me parimet e mia fetare. Mirë po është në rregull për shkak se janë bot kuptimet e tij, janë parimet me të cilat ajo sa ajo jeton, edhe kjo normalisht që e lehtëson shumë procesin bashkëveprimin që ne mundemi me e pas. Mund të ketë raste të trajtimit për shembull njerëz të varur nga alkooli, që feja e ndalon përdorimin e alkoolit, ose persona të komunitetit LGBT, ose ngjashëm, a ke pas situata të tilla? Ka situata të tilla, mirë po këto kur janë të nivelit që bin në kundërshtim, domethënë në nivel pak më ndryshe me parimet e mia, unë nuk deri tash nuk i kam refuzu. Në qendrën ku punoj ka raste të tilla, jo vetëm tek unë, po edhe tek kolegët e mi. Mirë po i trajtoj një farë forme me supervizion. Supervizioni është mbikëqyrja që neve na ofrohet prej profesionistëve të nivelit më të lartë se ne. Që mos të lejohet ky ndikimi i fesë. Që mos ta lejoj ndikimin, domethënë të fesë, e cila në momente të saktuara mund të ndodh
në formë të pavetdijshme, që ti tenton me e përfshi, unë këtë bëj në momentin që friksohem se mundem me e përfshi. Për ndryshe në shumicën e rasteve, në përditshmëri jam okej. Mirë, po në momentin që e vrej, që po du me e përfshi edhe nuk jam të e vrejt, automatikisht kërkoj mbështetje prej supervizion edhe kjo e lehtëson mandej. A mund të ketë një epërsi, ta quajmë në raport me njëra tjetrën, në bazë të kësaj që po e diskutojmë Vlera, shkenca mbi fen ose feja mbi shkencën? Ne normal tash nëse pyesim për shembull një hoxh ose një teologe, normalisht që do t'ju japin përparësi ritualeve fetare. Por që nëse pyesim një psikolog i cili do thotë nuk ka baza fetare, normalisht që do t'ju jep pjesës së psikologjisë, shkencës do t'ju jep përparësi. Mirë, po unë mendoj që është një gërshetim shumë i mirë, nuk mund të bëj asnjëra pa tjetrën. Çdo ritual fetar ka të bëj, është bazë, domethënë që ndikon në aspektin ton emocional, psikologjik, po dhe social. Por edhe mandej edhe aspekti psikologjik e kërkon një besim. Njeriu ka nevojë për një besim. Domethënë ne kemi një model që e përdorim, kemi një qasje psikoterapia pozitive që e kemi të gërshetune shumë shpesh pjesë të seancave tona dhe tek e cila përdorim një model, domethënë që i përfshin 4 faktorë, që është vetja jonë, të tjerët janë ambicjet edhe është besimi. Edhe këto të gjitha përbëjnë 100% në jetës tonë. Domethënë është jeta jonë e përditshme. Mirë, po varet sa ne japim përparësi cilës apo tjetrës, po. Edhe mungesa së cilës prej tyre e destabilizon jetën tonë, shkakton ankthje, depresione. E që pjesë e saj është dëshmuar me vite që është edhe besimi. Domethënë njeriu e ka të nevojshëm besimin. Mungesa e besimit kur neve na ndodh për shembull një fatkeqësi në jetë, edhe ne vazhdimisht vajtojmë për një humbje, për një rast tragjik, edhe nuk e kemi besimin, atëherë domethënë kjo automatikisht ka me destabilizu shëndetin tonë mendor. Të fokusohemi se minutat shkojnë shpejt në këtë emision, përsëris vazhdimisht nuk e di çka ndodh. Të fokusohemi te rastet konkrete, te kujdesi ynë ndaj shëndetit mendor në përgjithësi, pa me ose pa fe nuk ka rëndësi tashmë. E diskutuam Vlera para se me hy në studio një shembull e morë shumë interesant që më bëni përshtypje. Tha njerëzit janë si telefona, ti përdori, duhet me u dal pak me pushu. Pyetja ime është, a kujdesemi për trurin aq sa kujdesemi për telefonin? Nuk e besoj. Nuk e beson. Nuk e besoj për shkak ma shumë kujdesemi për telefonin, mos ma thuaj. Po, puna jone e përditshme është tu e tregu këtë. Wow. Për shkak se ndoshta pse teknologjia jemi në një stad jetësor ku teknologjia është në vrrullin më të madh të saj. Dhe kjo po e bën që ne mos me arrit me menaxhu si duhet. Ndoshta pas shumë vitesh kur telefonit njerëzit jenë të mishëruar aq me telefonin edhe me teknologjinë, kanë më arrit me bë një ndarje ose një kufizim. Po ne realisht sot e shohim që shumë problematika lindin për shkak të telefonave, për shkak se japim shumë hapësirë telefonit, ndoshta edhe nuk jemi të vetëdijshëm. Ne nëse e pyesim një person vjen me qoftë me simptom, shembull po e marr problemet bashkëshortore, shumë shpesh na ndodh. Për shembull vinë, qofshin seanca në çift, qofshin individualisht njëri prej çiftit, edhe kur e pyet çysh e kalon ditën, edhe fillon me e përshkru ditën. Edhe do me thonë, telefoni asnjëherë nuk është temë, për shkak se është normal me qëndru me telefon. Mirë po, kur filloj me specifiku qatë ditë, një ditë, rutinë të ditës, e shohim që telefoni është shumë shpesh shkaktar i konflikteve, po flas në këtë rast bashkëshortore, po dhe të tjerave. Edhe do me thonë që ne nuk jemi të vetëdijshëm që është që është tu i shkaktu ato konflikte. Edhe normal kjo po na bën me kuptu që telefoni sot, do të thonë, është problem shumë serioz që ne duhemi me ditë me menaxhu, për shkak se telefoni sot është problem. Ne diskutojmë telefonin problem të fëmijët zakonisht. Mirë, po vjen mirë që u hap edhe nuk e shohim, se nuk ka fare sens nëse ne i themi fëmijës mos e përdor telefonin kur ne automatikisht jemi non stop me telefonin. Pra po kthejnë atë ajo që e thash, teknologjia ndoshta është në vrrullin e vet, edhe ne kanjëherë
për shembull, kur kemi adoleshent të cilët e kanë problematiken me prindërit për telefonin. Po thot, nana dhe baba e kanë telefonin, pse unë jo? Nëse i pyet prindërit thonë, po një kam punë me telefon. E kështu që po shpresoj që të vrullin teknologjik kanë me dalë edhe mekanizma të cilët kanë me rregullu këtë pjesën që edhe prindi me pas një mundësi tjetër të punëve, të realizimit punëve. Pa thjesht me përdor orarin e punës edhe kur je në shtëpi, është kjo një mënyrë që mundet me u menaxhu? Po, mundet me u menaxhu, tash varësisht për shembull se njerëzit kur vinë secili arsyeton vetveten, dikush ka biznise për shembull, në pjesën kur ti e ke një biznes tëndin, atëherë automatikisht, po flas gjithmonë në bazë të rasteve me cilat unë merrem, automatikisht arsyeja është unë nuk kam se si mos me komuniku, për dallim për një punës që është tetorshe, që e përfundon orarin edhe ti ke mundësi. Kur e ke mundësin, gjithsesi qëndron atë pjesë. Do të thonë, kur e ke përfunduar orarin e punës, kur shkon në shtëpi, do të thonë, qëndro gjithmonë në prioritetet që i ke në shtëpi, për shkak se përfshirja prap në procesin e punës mund të na dërgoj. Po si ta menaxhojnë këtë pjesë vlera këta njerëz që kanë të domosdoshme ta përdorin telefonin edhe në shtëpi kur janë, edhe është e vërtetë që është mjaft punë, nisëm prej vetës duke qenë si gazetare, si drejtore informimit në Radio Dukazhini, e kam thjesht pamundën të mos e përdor telefonin. Po mënyra më e mirë nëse kish qenë mundur është për shembull me e lënë telefonin diku edhe çdo një orë veç me bën një check. Ose çdo 2 orë, tash varësisht. Sprat lajmin një orë, sprat. Okej. Nuk sprat 10 minuta. Po, unë e thash, domethënë secili kur flet e ka një arsye për shembull. Domethënë tash lindje edhe te pjesa e juaj si profesionist, domethënë të pjesës informimit që është problematike. Mirë po me tentu se ka njerëz shumë shpesh neve na ndodh në përditshmëri secili e vren te vetja, që ti e kap telefonin me e pa lajmin që ti e tu e prit, mirë pa automatikisht përfundon të bo scroll diku. Edhe kjo, më thonë që të pjesë duhemi me menaxhu, që me u marr, për shembull, ju si gazetare, me u marr vetëm me lajmin. S'qenka, okej, e lë telefonin. E lëm Facebookun, Instagramin, në rrjetet tjera. Më thonë, në këtë pikë me tentu me arrit kishin më e mira. Vlera, kur e den një person që duhet të shkoj te psikologu, unë mendoj që duhet shkoj gjithmonë, do më thonë pati nevojë, por kur është ai alarmi, le ta shohim që ti ke nevojë që të shkosh te psikologu. Po. Naile, kjo është pyetje tepër e mirë e nevojshme, për shkak se shumë shpesh njerëz nuk arrin me identifiku nevojat tek vetja. Te psikologu duhemi me shku kur 1 muaj apo 2 më shumë e tutje, do më thonë, e vrem ndryshime tek vetja, të ndjeshmëri tona, të aspekti jon fizik, të plagështia jon, të ndjesit tona cilat nuk e kemi pasur për situata të caktuara më herët. Do më thonë, vrem ndryshime tek vetja në raport me veten tonë, në raport me të tjerët. Nëse jemi student, nuk po mundemi me mësu, nëse jemi non, nuk po arrijmë me i përmbush nevojat tona të familjes. Edhe, do më thonë, në të gjitha në sferat apo stadin e jetës që njeriu funksionon, vren ndryshime të aspekti vet emocional, vren ndryshime tek aspekti vet fizik, nuk ka energji të mjaftueshme, atëherë automatikisht është më e mira është mos t'i lëm gjërat të rriten, të egzagerohen. Ne biseduam edhe më herët që ndoshta ndonjëherë mund të duket i kushtueshëm shërbimi psikologjik, edhe realisht për standardin ton ndonjëherë edhe është mirë, po më mirë është të fillojmë pa u bë vonë. Do të thonë kur bëhet vonë, kushton edhe shumë fish. E nëse e shikojmë edhe te kjo pjesë, atëherë automatikisht nëse i vrejmë këto gjëra, ja vlen që domethënë me kërku ndihmë. Sot un jam shumë e gëzuar që vetdia sa i përket pjesës shëndetit mendor, ndoshta edhe pjesa e mediave po e bën vetën, po ngritet vazhdimisht. Ne sot një ditë ndova edhe me dikë që i kemi vajzat për shembull tek të rriturit ndodh shumë shpesh që të vinë për seanca pa e ditë të tjerët, që është normale për shoqërinë tonë. Mirë, po kemi vajza të reja adoleshente të cilat apo studente, të cilat vinë, po vinë me një shoqe. Shoqja i pret te dhoma tjetër, edhe kjo më jep sinjale që po neutralizohet shumë roli i psikologut, edhe po shihet si diçka që është si më shku te një mjek për grip. Edhe kjo është shenjë mirë. Shpresoj që gjeneratat e reja kanë më pas shumë ma lehtë se kjo gjenerat. Në bazë të praktikave të përditshme, Vlera, me çka zakonisht përballemi si shoqëri
Cilat janë problemet më të mëdha aktualisht që i trajtoni? Po, problemet bashkëshortore, do të thonë janë shumë sfiduese sot. Janë në nivel neve dhe divorcet, nëse shikojmë statistikat i kemi, mirë po këtë po e them edhe në bazë të punës së përditshme. Po ashtu i kemi ankthet e ndryshme, të cilat njerëz do të thonë nuk arrin me identifiku shkaktarët e ankteve të veta, mirë po e din që gjithçka është okay, po prapë ndjesit nuk i kanë, do të thonë, nxënjen e frymës, dridhjet, djersitjet sipas tyre të paarsyeshme, mandej këto burnout-et që ndodhin shumë shpesh, qofshin prej një vendit punës apo prej unë thash që edhe këtë burnoutin e mëmësisë e kemi shumë aktual, përderisa nanat në periudhat e mëhershme kanë pas shumë angazhim, mirë po nuk e kanë ndje ndoshta. Babave, ju ndodh baballarve? Jo si nanave. Jo. Të paktën po flas tregozi qartë kë kush po merr më shumë përgjegjësi. Po, kush po merr më shumë përgjegjësi. Edhe kur vjen puna që me u nda përgjegjësitë, ne këtu mandej lindin konfliktet. Për shkak se ne kemi raste kur njeriu fillon me shku te psikologu edhe çifti divorcohet. Edhe rrethi familjar kryesisht kanë tendenca me e gjyku psikologun si të pa oft me i zgjidh problemet. Por realisht njeriu kur vjen edhe seancat janë vedisim për veten. Edhe na kur vedisohem që dikush neve na ka përdor ose do të thonë kemi marrë qatë shumë përgjegjësi dhe tjetri veç na ka vendos bara më të mëdha, atëherë automatikisht kur në këtë rast po flas për gratë, për shkak se janë më të ngarkuara, edhe kur e shohin që hey veç pak se un pas na mujt edhe ndryshe dhe pse ko marrën e krejt këto përgjegjësi. Këto lind konflikti mandej lind konflikti. Edhe të tjerët automatikisht thonë, po supozohet që kur shkon te psikologu duhet me u qetësu, nuk duhet me pas konflikte matutje. Po tash varet rasti prej dallojnë shumë raste. Normalisht, individuale po. Mirë po, kemi edhe raste të tilla. Mirë po, gjithmonë tentojmë që me bëj përfshirje në çift. Kur e vrejmë që situata mundet me eskalu, gjithmonë kërkojmë që me u përfshi edhe pala tjetër në çift, po jo që gjithmonë është e lehtë. Burnout i mamësisë po lidhet me divorcet dhe me problemet në çift, që janë dy çështje që ju i trajtoni së fundmi më shumë. Burnout profesional. Çka ndodh, sa i rrezikshëm është? A jemi të vetëdijshëm në fakt që po e shkaktojmë këtë farë? Burnouti profesional Naile është, domethënë kur njeriu është i strëngarkuar prej punës që e bën në përditshmëri. Domethënë nuk ka afat, nuk ka deadline edhe nuk ka kohë, nuk ka orar. Kjo e bën që njeriu mandej mund ndjej plagësht në aspektin fizik, pavarësisht sa orë gjumi kemi bë. Domethënë ne mund të flejmë 8 orë gjumë, 9 orë gjumë që supozohet jenë mjaftueshme, mirë po prapë plagështia ekziston. Mandej është pjesa tjetër që nuk ke interes, nuk ke motiv, domethënë punën nuk e bën me atë elanin që e ke bën më herët. Mirë po e bën vetëm sa mekanikisht, sa me botik diku, domethënë që e kom realizu një punë, nuk e bën me shumë dashni dhe me shumë qef. Edhe krejt secili njeri e din veten si ka punu më herët edhe si ndjehet kur vjen një burnout. Edhe këtu janë kryesisht ato shenjat që ti nuk je shumë gjendje, domethënë me u marr me punën. E kjo na bën që ne që e përmend edhe më herët që diskutum pjesën e telefonit. Domethënë, nëse telefoni është shpenzuar, ne shansa nuk kemi më e përdor. Duhemi me rimbush që po i bjan çka do të bëjmë të ndalemi. Po, ne duhemi pak me u ndal, edhe me i kushtu kohë vetes, nuk po them me qëndru në telefon ose me lexu ose kur them me i kushtu kohë vetes, është ne me u marr me veten tonë, nuk po them me u izolu, mirë po me pushu prej shumë aktiviteteve, nuk prej kontakteve. Po e marr shembull pasi veç jemi domethënë në radio edhe pjesa gazetarisë ka kontakte me shumë njerëz, nuk ka raste të ndryshme, ka kontakte me shumë njerëz dhe kjo normalisht që të bën domethënë fund ditës me pas shumë nevojë për një vet izolim, nëse mund të them që mos me dëgju dhe mos me pas shumë punë. Po këtë me e bë, domethënë në baza qofshin ditore, qofshin javore, që me qeni shkëputun, me pas një pauzë ku ti e rimburson veten me energji, e bën një ecje vetëm për veten tënde. Ne zakonisht e kemi një teknik që e bëjmë e quajmë detyrat e shtëpisë. Edhe ju themi mundesh me dalë me ecë për shembull 30 minuta.
Edhe kur është fjala për shembull për me rikthy personin te vetja, me i kushtu krejt qatë energji që ka jo për të gjithë përveç vetes, me fillu pak me e marr. Edhe ideja gjithmonë është se shkoj edhe blej hargj, do me thonë me një punë, me një obligim. Gjithsesi me shku me një obligim. Jo. Na duhet me dalë veç me thjesht, pas një lloj obligimi, veç pas me një ditë mendim. trupi jon, me ditë trupi jon, që unë jam tu e bu për ty. Do thonë, për shkak se problematikat më të mëdha të ankteve janë për shkak se ne kemi disbalancë mes mendjes edhe trupit. Ne nuk ja kemi kushtu trupit tonë mjaftueshëm. Ne kemi sot shumë njerëz që, do thonë, vinë edhe thonë krejt mira ati kom, po nuk e di, këtu në ankthet, do më thonë, frymarrja nuk po muj më rahatu. Ideja është që na kemi bu për krejt, se na që ashtu dojmë, neve që ashtu na pëlqen, po s'kemi bu për veti. Edhe që ato e sinjalet kur trupi alarmon që hej, bën diçka për mu. E që ecja, që është sendi ma i thjeshti që dikush mundet me e bu. Edhe ma i leti, edhe i pak që nuk ka kosto. Ne mundemi me bë veç për veten tonë. Telefonin off, me dal me vetëm ne për veten tonë. Trupi jonë me e ditë që na po bujmë diçka për ta. Sa e nevojshme kjo, sidomos për neve gazetarëve. Po, edhe, do më thonë, po muj me besu që është tepër e nevojshme, për shkak se kur ketë bësh me raste në përditshmëri shumë të ndryshme, ato normalisht janë ngarkesa, janë presione që ne ndoshta nuk i vrejmë. Po mund të qaj çka shkakton në rastin më të keq, një burnout i spodisi, ti them shqip. Djegje profesionale. Po. Në rastin më të keq, një djegje e tillë pa trajtuar. Ku të çon? Po, burnouti zakonisht përzihet me simptomat e depresionit, po nuk është realisht depresion, po është një rrugë drejt depresionit. Edhe mundet me na dërgue. Depresionet normalisht që depresioni është çrregullimi i humorit, i cili ka raste kur dërgon edhe në vetvrasje. Tash kjo është, domethënë, alarmante, domethënë ekstremin unë e thash. Për shkak se kur jemi te depresioni madhor. Mirë po, domethënë është pjesa ku ti nuk mundesh me qenë gjendje më me ushtru profesionin. Nuk mundesh me ushtru profesionin si duhet, nuk mundesh me qenë mandeti, nuk je veç profesionist, po ti edhe antar i familjes, qoftë nan, qoftë vajzë, qoftë bashkëshorte, qoftë kolege, shoqe, ki obligime domethënë të ndryshme. Edhe këto mandej automatikisht të dërgojnë në zbehjen e këtyre raporteve, në krijimin e konflikteve, për shkak se përgjegjësitë të cilat është supozu me i realizu brenda familjes, në strukturën që ti e ke pas familjare, pavarësisht asaj hierarkisë në shtëpi edhe përgjegjësive, nuk arrin me i realizu dhe automatikisht të tjerët kanë me fillu edhe me protestu që pse s'po bëhet. Dhe mandej kjo normalisht që ka me dërgu në pjesë në këto problematika që njeriu me fillu me u vet izolu, edhe mos me qenë gjendje nuk don me dëgju, nuk don me pa. Kritika, ankesa, posa. Edhe normalisht që mandej mundet me dërgu kështu që na duhemi me i parapri kësaj. Kështu që le të kujdesemi për shëndetin tonë mendor dhe ta trajtojmë trurin si telefonin, me update-a, me pastrim të ekraneve, me ndrim të softverave kur do që ka nevojë ngjashëm. Faleminderit shumë Vlera, faleminderit që ishe në studio. Mirë ndëgjofshim në episodin e radhës.